Shqipëria do të mbetet në një trajektore relativisht të ulët të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, në kushtet e një konsumi të dobët privat dhe përpjekjeve të qeverisë për konsolidimin fiskal. Kështu thuhet në një raport të BMI Research, kompanie e grupit të njohur ndërkombëtar të renditjes Fitch Rating. Sipas raportit, duhen bërë më shumë përpjekje për reformat strukturore që synojnë luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e fleksibilitetit të tregut të punës. Pasiguria në Greqinë fshinje do të rrisë shkallën e jo stabilitetit rajonal, duke peshuar në eksportet shqiptare në Greqi, si dhe në hyrjet e parave të emigrantëve. Sipas raportit në fjalë, çështjet e trashëguara nga epoka komuniste ende vazhdojnë. Korrupsioni mbetet një plagë dhe ndikon mbi atraktivitetin e Shqipërisë si një destinacion për investime. Burokracia është e lartë dhe tregu i punës është tepër i varur nga sektori publik për punësim. Angazhimi i Bashkimit Evropian për të mos pranuar antar të rinj për 5 vjet, duke filluar nga viti 2015, mund të reduktojë më tej nxitësit që qeveria të zbatojë reforma të dhimbshme. Raporti konkludon se Shqipëria parashikohet që edhe për 10 vjet do të mbetet ndër më të varfrat në Europë. Se befasohet nëse ritmet e rritjes ekonomike të Shqipërisë janë dhe do t'jenë ta tilla që nuk do ta bëjnë Shqipërinë në 5 apo në 10 vjet e ardhshme një nga vendet e pasura të Bashkimit Evropian. Nëse dikush imagjinon të kundërtën, shikon një ëndër ndjell. Ndërkohë që për sa i përket ritmeve të rritjes ekonomike, faktet flasin vetë. Ne sot jemi plotësisht brenda objektivave që deri dje konsideroheshin të pamundur nga ata cilët sot thonë nuk mjaftojnë. Jemi kthyer në ritmin e rritjes, kemi pasur 2.8% rritje në 3 muajin e parë, vazhdojmë të synojmë objektivin prej 3% në fund të këtij viti, në objektivin e konvergjencës në Bashkimin Evropian, që s'është objektivi i kësaj qeverie, është objektivi përcaktuar më parë bazuar mbi analiza serioze. Konvergjenca në kuptimin e standardit ekonomik të Shqipërisë dhe të vendeve të Bashkimit Evropian e përcaktuar si e mundshme në 2029-ën, merr si shtys apo si të dhënë të parë objektive faktin që Bashkimi Evropian të rritet me 1%, Shqipëria të rritet me 6%.